nuk marrë pjesë në votim. Në raundin e dytë ose tretë, është spedi cilin, sakt, ajo edhe merë pjesë në votim. Mrena dite, mrena ore, ka pozicion diametralisht kondërt. Nuk është që ka ndodhur një zhvillim politik, ti e ki në rrume, anë dhe thunë s'jam më me këtë parti. Nëse ne kush mundet më ma shpjegu mu, çka ka në rru, mrena një ore, që e ki në rru pej pikës në A në pikën B, që janë në opozit me njëra tjetrën, atërë mund t'janë gjesin. Për mu është blerje me pare, është blerje me shantazh, është blerje me promovim të në pozit, ajo, pak e rëndësishme, unë nuk kam fakte. Nëse këthimi të ideja, i kemi një 15 minuta, nëse këthimi të ideja se Zoti Kurti ka me blet deputet, a beson se Zoti Kurti mund mini avanturë të tillë të e ditë që i ka miniherë, mas 17 dite e ka çështën e presidentit? E është një veprimi cili ja dëmton koza shumë imazhin. Po të njëjtën kohë i kemi edhe zgjedhjet lokale mas 16 dite. Janë dy procese të cilat domethënë shfasin ose prishin këtë narrativin e ndërtuar me vjetët tona për vetëvendosjen e Zotit. Problemin që e kemi sot në Kosovë është i dyfishëm. E para, opozita nuk është të e kuptu as që ka ndodhur me 14 shkurt, as me 9 shkurt. Nuk janë të e kuptu as farë pushteti kem dhe në fond. Herë na dëgjojnë neve, herë dëgjojnë dikon tjetër, herë kanë ide të veta, po i thojnë si shka përdërta ato, nuk e kanë... Kjo mëna si pjesë e veçantë opozita, pe krymi si pjesë në qeverisë. Edhe dyta, nuk kanë guxim. Domthon populli ja ka jap mandatin opozitës të djeshme me 52 deputet. Kanë qenë domas, ta s'muna me thonë që ja ka dhonë populli ja ka dhonë vetëvendosje. Kërkuj që ja ka dhonë. Shitjen nga arrim ka dalë, po këta s'guxat se me shku bashkë në blok. Atër s'muna me thonë, po këta nuk shkun në blok. O, s'kanë shku se kon gabim, unë kom thonë me shku në regullo. Në bazë regulores, vota popullit ja ka dhonë vetëvendosjes. O tash vetëvendosje, në 2021, populli Kosovës nuk na kalon mundësi me kriju qeveri tjetër. Veç vetëvendosja, se ja ka ja 58 deputet. Kësaj herë na kalon mundësi me kriju kush don qeveri. Po me regulore me ato populli ja ka dhonë vetëvendosjes. Jo. Vesh një shansë të parë me përvu, veç e kaq. A beson që Zoti Kurti është interesuar me bë mas pari qeveri? Absolutisht. As një dilemë s'ka, dhe kush do që menon që Kurti se ka dënë në pushtet, ka me u kuptu këtë ditë që ka krejt gabim. Kush me partive opozitare? Sot e pove, aj nuk po jep as dërheqje formale. Jo. Se aj nuk po dënë pushtetin, aj pushtetin nuk e nshon. S'ka dash me nshu as 2021, ja kanë marrë se ka pas shumë numra. Nëse këta janë të fort opozita, që është dashtë më kone, dhe më silë karshi vullnetin popullor që e kanë marë, dhe mbështetjes saj, a i shkon në opozit pe zorit se s'ka mundësi. Po. Për ndryshë s'ka me lion guri pa leviz për më bo krimi. Ashtë i gatë që me bo konformisë dhe postin e kryeministrit? Absolutisht jo. Nuk efton kërkon... Zero shansë. Zero shansë. A ka gjas, a dyshon të në njoni për subjekteve opozitarë që mundet me pranu një ofertë të nduset e Zotit Kurti, mundet me ju bashku Zotit Kurti? Unë mas pari po du me i bo thire që mas me i bo kur njoni. Do t'jetë kesh për Kosovën, do t'jetë kesh për ta. Kush do që bashkëpunon me Kurtin, ka me hum për Kurtin. Kush do që bashkëpunon me Kurtin, ka me hum Kosova. Do unë kemi humbje dyfisht. Edhe hum partia në rafshin e ngosht të interesav, edhe hum Kosova. Mandati i dytë e formalisht i tretë, ka më konë edhe ma i kesh për Kosovën. Sepse kjo nuk është pse Kurti jo ma i keq ose ma i mirë, po është regulli i fazave të zhvillimit të pushtete autoritare. Kënë do një merë, ndash Orbanin, ndash Vučićin, ndash Erdoganin, se cili mandat o ma i keq se tjetër. Edhe në rrafshin ekonomik, edhe në rrafshin e demokracisë. Pra ndaj unë bëmë, s'bën më shumë. A hinë avanturat e tila Zoti Kurti? A besoj unë nuk besoj edhe për presidentin, a? Po që kjo është me guximi politik i Kurtit, është duke ja u marrë fitoren që populli ja u ka jep. Popullit... Po ka guxim politik, Zoti Kurti mina matura dhe për 18 ditë qeveri? Absolutisht, gjithë shka për mësme shu pushtetin. Gjithë shka për mësme shu pushtetin. Po këtemi të opozita, që shë konsideron zonë, që shë veledzon opozitën, qasjen, pozicionet, jo shkoj, jo nuk shkoj, jo takum, jo su takum, jo e bojmë, jo se bojmë, një farë hesh. Komplet në brenda një teorijet lojes kuj për me të faj. Komplet një po lypet loja që shme shku të Albini për kujna pilet faj, me sa më kumtej. Komplet një farë mëzë, pa i tash nëse i takon edhe i nje, e ty dhe i takon edhe i nje se të bjenë për shkak të punës, dy partit e mdoja, her njona herë tjetra, njona ma shumë se tjetra, po kanë qef me shku tjetra për mi me të faj e me ndokë mirë. Po të shkë dhe këllë dhe po kanë qef me shku cila për shkon mi me të faj? Edhe tede. Për bez dardi, ti e di se qenë pikëtyre gazetarët prime time që i sjellë sa të çdalin politikanë. Nuk jem pjesë e preferuar të politikanëve që ndajnë. S'është një konspiracion. Në momentin. Po nuk jem pjesë e këtyre gazetarëve që shojnë se la me bojnë. O, nuk po them ashtu hiç. Në momentin që ti nuk e sheh vullnetin e hekurt të partive opozitare me bo shumicë nga partitë opozitare, jashtë ti e kupton që çaja është strategjia.
E pash kryeministrin e LDK-s, edhe duhet me pas një qeveri stabile që zgjedh president. Kështu veç me Albin Kurtin mi thonë Lumirë mund shmë shku. Se pa 48 deputetët e Albin Kurtit nuk ka shans kërkush me zgjedh president në këtë legislaturë. Zoti Abdizikun është ta analizon situatën gjeopolitike, jemi në situatë pasardh, bota po ndahet, edhe na prapë me shkuën si përgjithësia politike Fidan është kur o rrezik për Kosovën, se kur o letë qeverisim krejt. A nuk është përgjithësi politike se të me bo një qeveri, për shembull, që te kalon si të krizën edhe ka një pozicion qartë. Ju thatë, jena pro kryqëzimit kufirëve du të me bo, a nuk mjaftojnë krejt Nuk ka qeverit përgjegjshme me Albin Kurtin. Edhe krejt me hi me Albin Kurti o kryeministër, Albin Kurti ka qeverin. Nuk ka. Sa ma heret që kuptojmë, aq ma heret kemi mja jep ilaqin e duhur. Tarti, për du që dhe LDK dhe PDK-ja janë të interesum me hi me vedendosin për po qeverin të qysh. Unë nuk thash që janë të interesum, kondër ta thash. Ata po janë në fazën kur po flasim, ata janë të interesum njoni pe tyne me shku që mjalon fajtë me thonë unë jem me opozita vërtit. Që në rrafshin e strategjisë politike kjo mund tjetë korrekte, po në rrafshin e interesit shoqëror politike të Kosovës është krejt e gabume. Dardi, thell, a besën që ka guxim politik të opozita për me bo qeverin, për 8 muj dit. Pse është kjo Qyre frika? e pa vetëdijshme ka njerë pjo flet, ma shumë se vetëdijshme. Na nuk mundëm se qeveria është 6 muj, e për 6 muj s'mundëm e bo kur gjo. Bile kryetari LDK-s tha, mund të bohëm, tha ministra aty, tha mund të jepim do të ndere, mund të bojmë kështu, ka dale, i dula jo. Ka një problem të opozitës. Opozita nuk ka diskurs politik. Diskursi politik e opozita, di cili është? Kur t'ju bohet bajat Albin Kurti, na jemi të ju prit, ndaq. E kam një shok që s'pja për meni, jemni në një dhe ti, po për koreksi s'pja për meni, e thejke, veç me mbjetu, mbjoj, thejke, ka me në ly populli vetë. Që kjo është përkufizimi i diskursit opozitar sot, që na mbjetojmë që tu, Albini gabon, kush do që gënjihet, po gabon, jupi dhe deputet. Edhe te Grenelli nuk dhezi që është ja Grenelli, që marrë Grenelli, kam ja vjek Albin Kurti. Edhe që kjo është diskursi kryesor. I njëti diskurs E unë mendoj që duhet më konë aksioni afirmativ i opozitës për me marë përgjësin, sepse kjo është rreziku i Kosovës. Dardi. Nëse ti beson që mund është me ndërtu qeveri, e cila qeveris mirë, edhe 6 muj, edhe 1 muj, populli ka me vlerësu. A nëse ti s'ki besim që mund është me qeveris mirë, atër kjo problemi jo të politik. A besën që opozita ka me po qeveri? Nuk është... Nuk përdu me bo një bas t'il, po unë përdo që i zhdasht me gjdo kusht, dhe unë besoj që populli Kosovës ka me denu opozitën e sotshme, ose partit që në konde i djenë opozitë, se ta s'po ditë kush është opozitë dhe pushtet, ka me i denu me votë, ma shumë se këtë qeverisin eventuale të rejtë Albin Kurtit, nëse se bojnë qeveri. Dardi. Sepse kanë shansën, nuk mundën me alion fajnë masi kanë mundësi. Dardi, me këtë të zhvillime geopolitike, me zhjetë këtë situatë, heshtja totalis që është, a besën që si më të interesum as pozit, as opozit me bëjtë qeveri? Albin Kurti është interesum me shku deri në zgjedhjet lokale, me majtë të zgjedhjet lokale, mi fitu komunat, më ditë kërshka, që atëherë më thytë gjitha mitet, më bëjtë koalicioni, më zgjedhjet presidenti, edhe me kry problemin jetik mes Kosovës edhe Serbisë. Ja, unë menoj që shumë shtirë mi parashiku që ka një trajqëm që ka me ndodhë. Unë muna i bo një skenar, Lumiri mi bo një skenar, Memli një skenar, Ramushi atje, ku ta di, po këtu jemi shumë faktor. Nuk ka vesh një. Faktori kryesor, faktori popull. Nëse populli i Kosovës e shet që një Napolës e tjetra nuk është të e kry përgjësin që aje pret, për besë kam i ndëshku, edhe në zgjedhje lokale. Unë po thëmë që nëse LDK-ja peshoj ka logjiken ma të madhe që na duhet më kohën mi kalzu populli që na se kemë për Ashtë ta për drejt, e pa drejt presioni si të kjo presion ndaj LDK-së, zotit. Farë pa drejti, se dhe ju... Bele besoj që në të i bo pak presion. Qa ka zotit Abdiziku? Ajo parti politike që nuk ngan me çdo kusht me bo pushtetin nga partitë e djeshme opozitare, ajo është fajtore. Ai lider politik. Po ngajnë krejt, a të bo mjaftueshëm këtë rast edhe PDK-ja? Jo, ka një dallim substancial.